Biblioteka publike e Thimimit-ko në qytetin e Korçës ka ndërmarrë një nismë të re për të promovuar leximin dhe për të orientuar lexuesit drejt titujve të ndryshëm të letërsisë. Në faqen zyrtare në Facebook, biblioteka ka nisur një rubrikë të posaçme ku sugjerohen libra për publikun. Në këtë rubrikë publikohen tituj të ndryshëm librash, të shoqëruar me një përmbajtje të shkurtër, ku punojësi i bibliotekës Antonio Babliku prezanton tematikën dhe mesazhin kryesor të veprës. Së pari, unë do të rekomandoja Kambana e Qelqt nga Silvia Plath, që ndjek jetën e një vajze të re, Esterit, e cila në fillim na duket sikur po fiton çdo gjë në jetë, por pastaj befas e shohim që ajo po fillon të bjerë në një humner të thellë, pakënaqësie, është në fakt lufta e saj me depresionin. Gjithashtu doja të rekomandoja edhe një roman të Taylor Jenkins Reid, 7 bashkëshortët e Evelyn Hugos. Është një libër i cili tregon për jetën e një aktore famshme, 7 martesat e saj që të 7 të dështuara. Pyetja që e mban lexuesin pezull është cili prej këtyre 7 bashkëshorëve, kush ka qenë dashuria e jetës së Evelyn Hugos. Kam zgjedhur sot pikërisht Mjeshtrit e Margarita nga Mikhail Bulgakov. Është një nga ata libra që në fund të lë të ndryshuar, sikur edhe vetëm për t'ju përshtatur pak estetikës. Gjithashtu kam edhe një sugjerim tjetër, Uliksi nga James Joyce. James Joyce konsiderohet një gjeni i letrave. Tek Uliksi ndjekim udhëtimin e një burri gjatë një dite të vetme dhe të gjitha ndalesat që bën ai, që në momentin që del nga shtëpia në mëngjes dhe derisa kthehet në shtëpi. Kjo nismë synon të ndihmojë lexuesit të zgjedhin më lehtë librin e radhës dhe njëkohësisht të nxjisë interesin për leximin.